E fundi i vitit të dashur shikues është një moment të reflektimi për të gjithë secilin prej nesh. Është një periudhë kur bëjmë bilancin arritjeve, sfidave, humbjeve, sukseseve, fitimeve e mësimeve, sigurisht. Por për te i bilancit material apo edhe ati profesional, po aq i rëndësishëm është edhe bilanci psikologjik i fundvitit. Si ndihemi ne emocionalisht, si e përjetojmë të periudhë, çfarë kemi bartur gjatë vitit të kaluar dhe si po e përgatisim veten mendresht apo psikologjikisht për vitin që na pret. Këto tema do t'i flasim sot me psikologen Lumnia Telaku, e cila është në studion tonë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se u gjetëm. Kënaqësi të jemi në studion tuaj. Kënaqësia është jona, se gjithmonë është vërtet një bisedë shumë e këndshme edhe e dobishme me këshilla për ne edhe për shikuesit. Çfarë nënkupton në praktik kjo që sapo e përmenda tash ky bilanci psikologjik i fundvitit? Realisht gjithë njerëzit e suksesshëm që jetojnë jetë, apo dhe që do me thonë vetëm thjesht i suksesshëm, por njerëzit që duan të bëjnë ndryshime në jetën e tyre duhet ta bëjnë një bilans. Do me thonë, sidomos këto festat e fundvitit, festat, po themi periudha e fundvitit, do me thonë ta krijojnë një farë mundësie se kemi një përmbledhje komplete për vitin. Me thonë, njerëzit thjesht e bëjnë bilancin, e bëjnë një përmbledhje vjetore se si ka qenë viti i tyre. Për ta kuptuar se si ka qenë viti i tyre, njerëzit e bëjnë disa pyetje. Ndër pyetjet kryesore të tyre janë çfarë kam arritur gjatë këtij viti. Do të thonë, duhet të fokusohemi pastaj tek objektivat të cilat i kemi vendosur vetes dhe a i kemi përmbushur ato objektiva apo nuk i kemi përmbushur. Duhet ndalemi te sukseset, për shembull, a kanë qenë sukseset mëdha apo sukseset vogla, pastaj çfarë kemi përfituar, kemi pas përparime qoftë profesionale apo personale. Në këtë rast, për shembull, i bëjmë pyetje vetes, sa jam rritur profesionalisht, sa jam ngritur në detyrë, sa kam qenë i qëndruar shumë emocionalisht. Pastaj, siç e përmendet edhe ju, duhet ndalemi tek sfidat të cilat i kemi hasur. Do të thonë, qoftë në aspektin profesional edhe në aspektin personal. Për shembull, cilat kanë qenë vështirësitë që i kemi hasur gjatë këtyre viteve. Ti ndalemi te momentet e stresit që kemi përjetuar dhe dështimet, do të thonë, a ka funksionuar çdo gjë siç e kemi planifikuar apo nuk ka funksionuar. Pra, këtu duhet të ndalemi dhe ta analizojmë këtë gjë. Do të thonë, mirë, po për të analizuar këtë pyetje, po themi, duhet ta bëjmë gjithmonë me vetëdije, sepse njerëzit janë të prirur ta gjykojnë veten, gjejnë gabime dhe nuk fokusohen te e tashtmja dhe të analizojnë në mënyrë të vetëdijshme, po gjithmonë, domethënë, ose duke kritikuar veten ose duke gjykuar veten. Pra po themi, në qoftë aspektet profesionale në punë apo personale, duhet prapë t'ja bëjmë vetes pyetjen se çfarë ka mësuar gjatë këtij viti. Domethënë, sepse gjithmonë dituria është ajo e cila gjithmonë na bën të ecim përpara. Pra, domethënë, cilat kanë qenë mësimet personale, çfarë ka mësuar. Nuk shkon jeta vetëm viti, domethënë, nëse një vit i tërë ka qenë pa mësuar asnjë në aspektin personal, po themi, atë ne duhet vënë një pikpyetje te vetja, cila është arsyeja pse, çka na ndalon të marrim mësime. Pastaj të mësojmë një aftësi të re. Për shembull, nëse ne arrijmë të mësojmë një aftësi të re në jetën tonë, njeriu ka prirjen të jetë i lumtur, të jetë i gëzuar për një diçka të re që po e mëson. Pastaj të ndalemi te ndryshimet e të menduarit dhe të reaguarit. Për shembull, ne kemi prapë që thash më lart, kemi prirjen të analizojmë gjërat, të gjykojmë veten. Pra, nëse ne kemi një mënyrë të tillë të menduarit, themi një mënyrë pesimiste, sepse njerëzit e kanë prirjen të thënë që unë jam realist. Po, ne jemi realistmi, po do me thënë, kjo mënyrë na qënë më shumë t'jemi pesimist se t'jemi realist. Po realiteti dikujt mundet mos jetë dikujt tjetër. Pa tjetër, ajo gjithsesi, mirë po thonë nëse ja, kjo është realiteti. Po mirë, kjo është realiteti, po nëse marrim një realitet gjithmonë na qënë në aspektin pesimist, pra t'jemi dhe të bëhemi më optimist. Kjo gjë na ndihmon shumë të rritemi vetë personalisht, të rritemi profesionalisht, dhe me thonë, sidomos kur i hym një analizet vetes tonë. Pastaj si pyetje përmendet edhe ju, çfarë duhet lëmë pas? Do me thonë, në këtë rast, nëse shprehit tona, zakonet tona, sjelljet tona, mendimet tona janë të padobishme gjatë tërë vitit,
atër ne duhet bëjmë një analizë dhe çka të bëjmë në këtë rast, duhet të ndryshojmë ato, të punojmë me veten tonë dhe të ndryshojmë. Pastaj janë këto burimet e stresit. Jemi të prirur si njerëz për shkak ta stresojmë veten çdo ditë me gjëra të kota, me gjëra të parëndësishme. Dhe zakonisht kur ndodh për shembull një ngjarje stresuese që kemi stresuar veten, jashtëzakonisht shumë e kupton se nuk ja vlejti të jemi aq shumë stresuar. Pra duhet t'i lëm këto ana, duhet t'i lëm në vitin e kaluar dhe çfarë të bëjmë, do të thonë çfarë dojmë marr vitin e ardhshëm me vete në jetën tonë. Për shembull, nuk duhet fokusohemi te vlerat tona. Secili njeri ka vlerat e veta dhe duhet jemi ata që asnjëherë mos t'ia ulim vlerat vetes, po nëse vërtet kemi vlera, jemi njerëz me virtyte të bukura, atëherë ato t'i bartim, sepse është një tendencë që jo, sot s'do t'jesh i mirë, jo, sot gjithë janë të këqij, jo, nuk janë gjithë të këqij. Dhe tek e fundit rrit e vetja jote rri me vlerat e tua. Pastaj është diçka tjetër që këto, për shembull, sidomos qëllimet në jetë, kur i vendosim për vitin e ardhshëm, duhet të jenë qarta, duhet të jenë konkrete, nuk duhet përhapemi shumë, nuk duhem të përhapemi shumë fusha. Pra po them qoftë profesionale, qoftë qëllime personale. duhet i kemë përafërsisht? Po qëllimet nëse janë konkrete, nëse lista është e gjatë, është e pamundur t'i arrijmë gjitha. Prandaj domethënë secili duhet të jetë 2-3 qëllime konkrete dhe ato ti zbatojmë me përpikmëri. Pastaj prioritetet duhet i vendosim, edhe prioritetet duhet të jenë qarta. Nëse nuk janë qarta, ne bëjmë konfuz veten, edhe domethënë hapemi në shumë fusha dhe domethënë çdo gjëje nuk i jepet prioritet. E kam thënë edhe një herë në këtë studio, domethënë që ne më tepër duhet të fokusohemi tek nevojat se tek dëshirat. Për shembull, dallon nevoja dhe dëshira. Nëse vërtet kemi dëshirë të bëjmë kush e di çka, por nuk mundemi, është e pamundur, atëherë vendosim pritshmëri të larta, kur nuk i arrijmë pritshmëritë, dëshgënjehemi, dëshpërohemi, kemi ndjenja emocionale të ulta. Kështu që njeriu, ka thënë populli, shtri këmbët sa i ke organin. E vërtet, kjo. Është një thënie që e hyn punë shpesh, a? Kjo, po, mos me qenë kështu atëherë, domethënë ne hapemi shumë edhe çdo herë jemi të palumtur dhe të zhgënjur. Kjo është. Cilat janë ato ndoshta emocionet më të shpeshta që ndjejmë? Gëzim, lodhje, stres, Po këtë duhet ta bëjmë. Për shembull, edhe këtë bilanc duhet ta bëjmë që gjatë vitit shohim si ka qenë gjendja jonë emocionale. Pra çfarë ka dominuar, cilat emocionet kanë qenë më dominante në jetën tonë. Për shembull, ti dallojmë në cilat periudha kemi qenë qoftë më të lehtësuar apo qoftë më të ngarkuar. Pra duhet ta bëjmë një analizë në këtë rast dhe sa herë bëjmë analiza na çon aty, domethënë që kontrollojmë veten çfarë po na mundon në këtë rast. Prapë edhe në aspektin personal, cilat sfida apo cilat vështirësi po i hasim në jetën tonë. Kjo është për shembull një pyetje e vlefshme është çfarë bëra për veten time? Domethënë a e gëzova veten time, apo çdo herë jam duke bërë më shumë gjëra për të tjerët se për veten. Edhe në këtë rast, domethënë, cilat vlerat mia që i thash më herët do t'i marrim, apo cilat do t'i lëm. Pra është një analizë që duhet t'ja bëjmë vetes, sepse në tani të themi në ditët e sotme, edhe i është dhënë shumë, edhe prioritet themi, edhe i është dhënë një hapësirë shumë të madhe gjendjes emocionale tonë, edhe pothuajse secili njeri po punon në këtë aspekt. E vërtet. Po. Pse disa persona gjatë festave të fundvitit ndjejnë trishtim më shumë se sa gëzim, apo e kanë atë ndjenjen e dështimit në përgjithsisht, ose janë më emocional në të periudhë, por mos me egzageru shumë, ndoshta me fjalë tjera. Po tani kjo periudha e fundvitit është një periudhë feste dhe kudo njeri u sheh drita, sheh gjëra të rregulluara. Tani për shembull nëse marrim njerëzit, bëjnë një analizë, për shembull ju mungojnë njerëzit e dashur, mungojnë prindërit, diçka është njëra nga ato. Për shembull në një familje ku të ardhurat financiare nuk janë të mjaftueshme, atëherë domosdoshmërisht që ata prind do të jenë shumë të mërzitur për arsye sepse nuk mund t'i gëzojnë fëmijët e tyre, derisa në një klasë për shembull kemi fëmijë që vërtet kanë me prind me rroga apo pasuri të madhe.
Thonë një fëmijë tjetër që nuk i ka këto mundësi normal që do të ndihet keq, do të ndihet fëmia, më shumë do të ndihet keq edhe prindi. Prandaj janë disa arsye të cilat e bëjnë që njerëzit të ndihen emocionalisht jo të lumtur. Mund tjetë edhe ndoshta ky presioni shoqëror dhe krahasimi me personat e tjerë. Sa ndikon kjo përgjithsisht me njerëz? Kjo është në punën time praktike të përditshme është ndër faktorët kryesor që edhe i shkakton pothuajse themi ankth. Depresion nuk po them, sepse depresioni është diçka e brendshme, është smundje, kurse gjendje ulët emocionale apo gjendje depresive e shkaktojnë këto, sidomos disa cilësi që i kemi të vetja jonë, që jemi shumë perfekcionist, edhe vendosim pritshmëri të larta, edhe bëjmë krahasime qoftë me të tjerët apo qoftë me veten tonë. Ndonjëherë njerëzit nuk e kanë nga zilia apo xhelozia që bëjnë krahasimin, por luftën më të madhe e kanë me veten e tyre. Do thonë, pse unë nuk kam mundësi të arrij, pse unë nuk mund të bëj si tjetri, pse unë nuk i kam këto, do të thonë, më shumë është ndonjëherë lufta me veten se që ka me të tjerët. Do thonë, kurse rrjetet sociale dhe telefoni është bërë diçka të mërshme, por sapo shoh kanë filluar njerëzit vedisohen që vërtet është një gjë që po na krijon probleme të mëdha në çdo aspekt. Do të bëjmë pak detox. Pak më herët e patëm një material i cili flisë pikërisht për një realitet të tillë, që ne duhet të largohemi sa më shpesh nga telefoni, nga rrjetet sociale, në mënyrë që t'i kthehemi vetes dhe të jemi më prezent në natyrë, të përjetojmë realitetin e prekshëm, jo vetëm atë vizual. Po, e vërtet është kjo shumë e prekshme për arsye se telefoni po bën një shkputje nga e tashmja, do me thonë edhe po të futë në botën virtuale, mirë po prapë ne si të rritur edhe do me thonë që telefonin e ka me marë në një moshë madhore, prapë ndoshta mund të bëjmë atë detox, mund të bëjmë atikje, problemi është të generatat e reja që ata nuk e paramendojnë jetën pa telefon, do me thonë, kurse është diçka që po ju merr shumë, unë kam punuar edhe në arsim, edhe kam vrejt këtë, do me thonë, inteligjenca momentale afat shkur, do me thonë fëmijët nuk mbajnë mend asgjë. Do thonë edhe kjo edhe neve pak si të rritur na ka prek. Unë po nisem edhe nga vetja, për shembull, derisa kam lexuar disa faqe. Për shkak edhe të informatave të shumta. Po truri jo nuk është i krijuar për të marrë atë numër të madh informatash, kupton? Sidomos kjo scrolling tani është vërtetuar edhe shkencërisht që po e dëmton trurin, po aq sa droga, domethënë, prandaj shihe fëmijët tonë çapo përjetojnë. Është varësia e njëjtë, pothuajse sikur nga droga, kështu që uroj edhe shpresoj që shkencëtarët vërtet bëjnë diçka për fëmijët tonë, për pasardhësit tonë, sepse është nëse vetëm dalim edhe mendojmë çfarë do të ndodhet, mirë po nuk e di çfarë do të ndodhë. Uroj të bëhet më e mira për gjithë. Po vërtet shumë e komplikuar kjo pjesë, sepse në një anë na duhet teknologjia, na duhet. Sepse dhe shkencëtarët i ka vendosur para një pikpyetje shumë të madhe një, domethënë çfarë bëhet tani me një diçka. Ju ofrua njerëzimit, domethënë tani si tërhiqet prapa. Diçka që e ofrove edhe, domethënë gjithu involvuan aty, gjithë janë aty, çfarë hapi prapa të bëhet. Në vërtet. Si ndoshta mund ne secili prej nesh të reflektojmë pak më shëndetshëm për gjendjen tonë në përgjithsisht, pa u vetë kritikuar, pa u ndjerë fajtor për ndonjë mosarritje ose ato gjona që i përmendëm pak më herët. Po arritëm ne ta bëjmë këtë gjë me veten tonë, ne asnjëherë nuk do të kemi asnjë problem. Po njeriu është i predispozuar, shumë lehtë shkon tek ato shprehit që i di, edhe i ka mësuar për gjatë jetës, sepse se tek shprehit e reja. Për të arritur të shprehit e reja, në këtë rast, domethënë, puna me veten tonë, angazhimi për veten tonë, qoftë ushqimi shëndetshëm, qoftë bëjmë një jetë të shëndetshme, në teori e themi edhe me të thënë kemi pak më lehtë, mirë, po në të bërë kemi pak më vështirë, sepse atë që thash njeriu shumë lehtë kalon te sjelljet e mësuara, ato që i den. Këtë gjë e vrej edhe tek puna ime praktike. Për shembull, nëse një klient merr detyra t'i bëj, i bën për një kohë të shkurtër, por shumë shpejt kthehet te ato që di t'i bëj.
E kur njeri o arrin që vërtet të bëjë ndryshime në jetën e vetë, do të thonë atëherë asnjë sfidë në jetën e tij nuk do ta pengojë dhe se cilën sfidë do ta i kaloj pa asnjë problem. E është normale që gjatë fundvitit të kthehen kujtime ndoshta më të vështira ose ndoshta emocione të cilat e kemi secili prej nesh më duket vinë natyrshëm. Ato vinë natyrshëm, ato dëgjoj, njeriu domethënë çdo gjë në jetën e tij që përjeton jetën e tij e ka të regjistruar në të pavetdijshmen e vet. Tani e pavetdijshmja jon aktivizohet me anë të shqisave. Fati jon i mirë është se pavetdijshmja nuk aktivizohet kur dojmë na, po kur do ajo ndonjëherë. Edhe momenti që ne përballemi me një atmosferë dhe jemi në një atmosferë të tillë, atëherë domosdoshmërisht e pavetdijshmja jonë aktivizohet dhe na sjell në të tashmen çdo kujtim, çdo emocion, çdo ndjenjë që domethënë nëse kemi përjetuar në të kaluarën. Qoftë e mirë apo qoftë jo e mirë. Donjëherë edhe momentet e mira, edhe pse kanë qenë shumë të bukura të mira, na sjellin nostalgji, domethënë është prapë edhe nostalgjia e ka atë elementin pak negativ, një lloj mërzitje nga gëzimi, për shembull, pse nuk është njëjtë. Mirë, po nëse njeriu arrin të jetojë në të tashmen, domethënë normal duke marrë mësime nga e kaluara, por të jetë në të tashmen, të planifikoj të ardhmen në të tashmen, të ketë qëllimet e veta të qarta dhe të, si të themi, domethënë të jenë të sakta, atëherë je duke jetuar të tashmen, nuk je as në të kaluarën, as në të ardhmen, dhe këtu të tashmen ndërtohet, edhe ardhmja ndërtohet çdo gjë që duam në jetën tonë. Prandaj ndonjëherë njerëzit mundoheni ta bëjmë atë. Mirë, por nëse jetojmë shumë të ardhmen, je duke jetuar në një kohë në të cilën nuk po ekziston. Nëse jetojmë shumë të kaluarën, ajo iku, më çka kemi prej saj, kujtoj sa dush, nuk mund ta kthejmë atë moment. Po kur arrim të jetojmë tani në të tashmen, këtu është jeta. Këtu është jeta. Çdo moment mësohemi të jetë, domethënë, edhe një kafe, edhe një emision këtu që po e bëjmë tani, të jetë një moment i bukur. Gjithmonë. Çfarë roli luan falja ndaj vetes ose falja ndaj tjerëve në mënyrë që të kemi një balancë më të mirë të fundvitit? Dhe mos zbardhim ato emocione ndoshta në vitin e ri. Nëse falim të tjerët, kemi fal veten në këtë rast. Pra po them, lufta nuk është me të tjerët, lufta është gjithmonë është me veten, e vërtet. Më e vështira. Më e vështira. Dëgjoj, njeriu për shembull po zëm dalim me një gabim, kemi bërë në të kaluarën, kemi pas një nervozizëm apo çado që ka ndodhur në jetën tonë. Në ato momente që ti ke bërë qoftë atë veprim, qoftë atë sjellje, ti aq ke ditë edhe ashtu ke ditë me reagu. Sikur ti kishe këto mendime që i ke tani, asnjëherë nuk do ta bëje atë, po themi kushtimisht thojza atë gabim. Prandaj për këtë arsye duhet ta falim veten, sepse aq kam ditë, aq kam bërë. E jo, mirë po, në anën tjetër duhet të mësojmë nga ajo. Nëse duam të jemi të qetë, jo ta përsërisim atë gabim. Është një libër shumë i bukur, Dhurata, është libër shumë libërth i vogël, është libër me pak faqe, ai aty të mëson ç'a duhet të bëjmë me jetën tonë, sepse nuk ja vlen të mirëmi me të kaluarën dhe të mirëmi me gabime, sepse po qëndruam aty, duke qortu veten, duke kritiku veten, ne realisht kemi fëmijën tonë të brendshëm tek ne. Atëherë pse po rre me një shkop në dorë dhe duke godite, duke rra, duke qortuar fëmijë të brendshëm, pse gaboj? Po gaboj se aq diti. Prandaj duhet ta falim veten edhe të ecim përpara, normal nga ato gabime që kemi bërë, gjithmonë duhet të mësojmë, jo të marrim gabimet, se nëse ne vazhdojmë me sjelljet e njëjta, me veprimet e njëjta, ne prapë do t'i bëjmë gabimet e njëjta, në secilin vit apo në secilin kohë. Shumë e vërtet. E çfarë, si mund vendosim objektiva për vitin e ri të cilat mos t'jenë jo reale, ashtu, t'jenë më reale edhe t'jenë aso objektiva që nuk krijon ndoshta ndonjë presion psikologjik të madh te ne. Po kjo nëse arrim për shembull ti identifikojmë burimet e stresit tonat, edhe ti identifikojmë, po themi kushtimisht të gabimet që po i shprehim, atë njeriu e ka pak më të qartë, të bëjmë këto analiza që i tham, çfarë nuk shkoi,
çfarë nuk funksionoi, çfarë nuk doli ashtu siç e planifikuam ne. Edhe kur ne i hymë kësaj analize, atëherë kemi shumë më të lirë të vendosim se cila do objektiva, edhe të realizojmë ato që kemi vendosur, për shembull. Sepse nuk është ti vendose një objektiva, po një qëllim, po themi në jetën tonë, edhe mos puno rreth saj. Atëherë kush do ta realizojë atë qëllim? Do ta realizojnë të tjerët, nuk mund ta realizojnë për neve. Prandaj ne duhet punojmë për veten tonë dhe realisht ti realizojmë qoftë ëndra, qoftë projekte, qoftë plane, çka do qofshin ato. Çfarë këshillash praktike do t'ju jepnit për shembull disa personave që ndoshta në këtë periudhë kohore po ndihen të lodhur emocionalisht edhe janë më të rënduar gjatë fesave të fundit vitit? Kjo është për shembull në vend një këshille do ta bëja një pyetje pak më të qartë. Për shembull, nëse ky vit apo viti që shkoi do të kishte një mesazh për mua, cili do të ishte ai? Sepse nëse ne ulemi edhe ndëgjojmë veten thellë brenda vetes tonë, do të thonë ndoshta çdo situatë, çdo gjë që kalojmë në këtë rast edhe një vit i tërë na jep një mesazh për neve. Po arritëm ne duke u referuar ato që i thamë më parë, nëse ne lidhemi me veten edhe dëgjojmë veten, atëherë mesazhin e marrim po nga vetja jonë, sepse gabimi jon kryesor është se ne presim nga të tjerët. Ne presim nga të tjerët, presim të na bëjë lumtur burri, presim të na bëjë të lumtur fëmia, presim të na bëjmë të lumtur gjërat personale gjërat që i blejmë, po zojmë, domethënë, na bëjnë të lumtur të tjerët, familjarët, kurse lumturia gjendet brenda nesh. Edhe kur ne e bëjmë të lumtur atë fëmijën tonë të brendshëm, atëherë, domethënë, nuk kemi nevojë për gjëra as dritat, as festat, as gjë të na lumturojë jetën tonë. Sepse e kemi gjithmonë e kemi festë në shpirtin tonë. Do thotë kjo është mendësia më e shëndetshme me të cilën do të mund të hynim në vitin e ri. Po, patjetër. Kështu, kjo temë që e folëm na sot, sa është reale në Kosovë, do të thotë, cila është ajo periudha ku ju ndjeni fluks më të madh? Ja, kjo. Kjo është, po, dhe më thonë është me shkas. Po jo, kote dhe ju e bënë edhe dimëri e ka pak, po. Sidomos Prishtina, Kosova, këtu dhe më thonë që mjegull, ajri edhe i papastër. Megjithëse mjegulla ka qenë e prezente edhe në pe dhe gjithka kohët e fundit. Po themi, Prishtina e ka përveç mjegullës e ka dhe papastërtinë e ajrit, domethënë ka. Gjitha këto ndikojnë emocionalisht tek njeriu, po prapë mbi të gjitha thashon verën dhe pranverën e kemi në shpirtin tonë. Edhe shumë shpesh thomë që e kemi një pamje të Prishtinës mbrapa aty te katedralja dhe shohim që gjithë këto lisat janë zhveshur nga gjethet dhe më duket edhe ajo ndikon të shumë persona kur e shohin ashtu, por është një proces i bukur edhe ajo. Për shembull në fund vit po zaventuar me drita ato gjethe. Me drita, po fiks. Edhe duhet ta shohim ndoshta gjonat pozitive. Po ajo është nëse atë thash që për shembull njerëzit ndalen të mendojnë që ne jemi realist kur realisht ata po bëhen pesimist. Që si e thash në fillim, prandaj ne këtë gjë duhet ta mësojmë dhe ta kemi parasysh që në çdo situatë kemi një dozë optimizmi. Jo domethënë ta shohim gjithmonë keq. Tu te ne tani, jemi në një... Na kemi edhe zgjedhje. Atë isha duke thënë që përveç dimrit e mjegullës e gjitha kemi edhe presionin e zgjedhjeve. 2-3 ditë para vitit ri poshtë pak... Me ta thënë të drejtën, unë salonin tim s'o ka mundësi me ndajt, sepse politik shumë, gjithkohon debate, djali, burri, përdojnë me pa. Që është diçka përveshin tim është e rëndë. Nëse jam e ngarkuar gjithë ditën me punë, të mire me debate, me zhurma, me bërtima, me gjitha të kanë ty për me balancu ma në... Ata po i shijojnë, Po, vërtet është në karkese madhe, edhe kjo po hetuot. Mirë po gjuhë, unë për vete, për shembull zgjedh leximin, tërheqjen, dëgjimin i muzike, është diçka, një lloj meditimi, me u fut, gjen mënyra për shembull që jo tash me ul para televizorit edhe me bërtita, po me shapse, ti jetë, se ty po të shkoj nerva, po jo, absolut, thjesht
unë me politik nuk merrem, po me gjithat ajo zhurma pak po ashtu, mirë po zgjedh mënyra tjera me u largu për asaj dhome, dhe me gjithë forma tjera për me kalu. Këta mund të bojnë secili, ja? Këtë mund të bojnë secili, për shembull, s'ka nevojë të qëndrojnë sallon ku është televizori ndezur, nëse nuk mund ta durojnë. Biles edhe tek ne një ndër shkaktarët kryesorë është edhe televizori që na jep stres të madh, për shembull, sepse nuk ka aty në mbrëmje, për shembull, nuk e ke asnjë emision që mund të na argëtoj, me thonë edhe ta kalojmë kohën para televizorit. Kështu që tash secili njeri po zgjedh telefonin edhe po ikë. Po, mandej ke opsione mjaftueshme. Po ikim nga realiteti. Faleminderit shumë për kohën edhe shpjegimin e gjithçka tjetër. Faleminderit edhe juve.